Zoti Mërkoçi, të kalojmë pak në gjykatën e Hagës, ku prokuroria kërkoi nga 45 vite për secilin nga ish-krerët e UÇK-s, duke nisur me Hashim Thaçin, e vjuar më pas me Kadri Veselin, Jakub Krasnishin dhe Recep Selimin. Ju si e keni parë këto zhvillime në gjykatën speciale të Hagës? A mendoni se kjo është një akuzë e orkestruar nga Beogradi dhe sa ka bërë në këtë rast vetë politika shqiptare dhe ajo e Kosovës në drejtim të ish-krerëve të UÇK-s për t'i mbrojtur ata? Ajo që të vjen keq, sepse jemi shqiptarë dhe nuk na konvergon që shqiptarët të jenë në gjykatë Hagës apo në gjykatë speciale dhe të akuzohen, sepse akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Por pjesa që ajo gjykatu bë ishin po këta njerëz të cilët e kërkuan me ngul, sepse këtu është pjesa e politikës shqiptare, qoftë këtu dhe në Kosovë, që çdo fjalë apo çdo për të dashur, për të treguar, kur thotë shpreha popullore më katolik se papa, këta përdorin Amerikën, po ta Amerika thotë, s'ka rëndësi se kush është, këto eroja që dera le të jetë. Këta do ta bëjnë dhe ishin po këta njerëz të cilët e kërkuan dhe votuan këtë dhe e ngritën këtë gjykatë, themi më mirë. Dhe ajo nisi me hetimet e tyre nisën mbi bazën e Dick Martit, të thënë që një shtëpi e verdhë dhe tash. Dhe përfunduam tek akuza kur e dëgjova, domethënë ishte shumë tronditse, akuza për krime lufte dhe krime njerëzimi. Pavarësisht se janë munduar të shfaqsohen, dhe ajo më erdhi keq kur dëgjoj komandantët e ushtrisë çlirimtare, të cilët kanë deklaruar pas lufte dhe kanë ardhur në pushtet me atë triumfin se këta ishin komandantët e UÇK-s, dhe në gjykatë dëgjoj që thonë ne nuk kishim urdhra, ne nuk caktoshim këtë, ne nuk bënim, ata kërkonin të hiqnin nga vetja dhe për t'ia kaluar topin, si me thënë, shtabit përgjithshëm. Dhe pjesa tjetër u mundua gjatë gjithë kohës që të bëhej një ndërthurje ndërmjet individit dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tu nuk kemi të bëjmë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës ashtu siç e nxjerrin të gjithë, kemi të bëjmë me individ caktuar. Nëse kanë bërë apo jo krime kundër lufte dhe kundër njerëzimit. Sepse unë e kam thënë dhe e them, të gjithë dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë luftuar për lirinë e Kosovës, nuk kanë luftuar as për privilegje, as për të pasur poste, kanë dhënë dhe jetën. Por nuk mund ta ngataroj atë Demesharin me këtë gjykim. Nuk mund të ngataroj Pajezitin, po me këtë gjykim. Konosheskun e çdo njeri tjetër që është vrarë për lirinë e Kosovës. Dhe këta u munduan ta bëjnë, ta kthejnë në një gjë sikur po gjykohet ushtria çlirimtare e Kosovës, në një të kohë që atje bëhet një gjykim personal i personave, për veprimet personale që kanë bërë. A do jenë të zot ta çbëjnë? Kjo është në dorën e mbrojtjes. Rasti i Ramush Haradinit vlen për të theksuar për një arsye të thjeshtë. Mos harrojmë se edhe Haradinat e kanë marrë dhe e kanë ndërguar në gjykatën e Hagës, madje në gjykatën e Hagës, dhe kjo specialja. Dhe prokurori në atë kohë Haradinat i ka kërkuar 25 vjet burg. Por gjykata, duke parë fakte dhe provat të cilat kishte sjellë prokuroria, arritin konkluzionin që Ramush Haradinat është i pafajshëm dhe Ramushi u lërua jo vetëm nga akuzat, po doli edhe më i fortë politikisht. Ndërsa për sa i përket këtij gjykimi, patjetër që ka dhe edhe ndikime politike, ka dhe rryma të ndryshme të cilët duan ta fusin në këtë lloj loje, qoftë edhe brenda Kosovës, qoftë edhe serbët, sepse mos harrojmë se janë të katërta që kanë firmosur edhe Rambujën.
Dhe po të lexoni pak atë Ramojena, ajo është vërtet e turpshme për ta firmosur. Gjithsesi këta e kanë firmosur. Dhe tashmë do shohim finale se si do jetë. Do jetë vërtet një akuzë, sipas gjithë gjykimeve që kam ndjek gjatë gjithë këtyre viteve kam ndjek. Ai sa kam pas mundësi për ka jam munduar të ndjek çështjen e tyre, se thash tek e fundit jena shqiptarë nuk na vjen mirë. Dhe do shohim mbrojtjen sa e do të jetë për t'ja rrëzuar ato akuza, por numri i madh i dëshmitarëve që kanë sjell në atë gjykatë le pak për të dyshuar, por gjithsesi ajo unë nuk merrem shumë me atë vitet e burgut, se a dënun 45 apo dënun 25 apo dënun 10 vjet. Gjykata mund t'ja uli dënimin edhe në një vit, por nëse merret një akuzë dhe ky vit burgu ti dënohesh për krime kundër njerëzimit apo krime lufte, më minimale është që digjesh politikisht. Dhe më tjetra pastaj është që nuk ke më, domethënë atë krenarin që ke pasur për sa i përket të qenurit komandant të hequr të gjithë si komandant të UÇK-s. Gjithsesi është shumë shpejt për të folë për sa i përket këtij vendimi, sepse pavarësisht nga ky vendim ka dhe një gjykatë më të lartë pastaj për të hecur akoma më tepër në apelimet që mund të bëjnë, ose që do bëjnë patjetër nëse do dënohen, patjetër do bëjnë apelime, secili nga këta do apelojë vendimin e gjykatës. Por gjithsesi shkalla e parë do të shohim, domethënë kjo gjykatë do të shohim se çfarë vendimi do marrë gjykata. Gjykoj se ajo gjykatë nuk mund të bie në nivelin e një gjykate të rëndomt ku të dënoj njëri pa prova dhe fakte. Dhe këtu kam besim edhe pak ke mbrojtjen nëse do të jetë aftë që të gjitha ato çfarë janë deklaruar apo janë thënë aty të ketë argumentat ligjor, jo patetik, siç bëjnë këta në kuvend që morën një vendim për t'ia dërguar gjykatës, se këta që e kanë pafajshëm, pra dalin deputetët edhe bëjnë mbrojtje ligjore, mund ta mbrosh tjetrën politikisht patjetër, nuk diskutohet, por jo mbrojtje ligjore, sepse nuk e ti në kushtet e mbrojtjes ligjore. Ashtu siç dalin dhe flasin për të gjithë të tjerët, siç flasin edhe për Ballukun, siç flasin edhe për Velinën, siç flasin për çdo të arrestuar, politikan që janë, dhe harrojnë që mbrojtja bëhet kur ti shef ke para faktin, dokumentin dhe dëshmin, dhe pastaj bëhet ajo vendimi i gjykatës. Unë nuk besoj se kjo gjykatë do jetë në nivel të ulët, sa mos marrë një vendim kundër të 4 personave me ata lloj akuze pa pasur faktin juridik në dorë. Po sa i përket qëndrimit të kryeministrit Edi Rama, por edhe vetë politikës së Kosovës, zyrtarëve të lartë, përmendojmë Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin, si keni parë, duke qenë se si Parlamenti i Kosovës ashtu dhe Shqipërisë miratuan një rezolut në mbrojtje të ish-drejtuesve të UÇK-s? Nëse do ishte pur rezoluta kjo dhe do bësh me rezoluta dhe gjykata do nisesh mbi bazën e rezolutave, atëherë nuk do kishin dënuar absolutisht asnjë. Mbaj mend një general kroat, kur Kroacia do futesh në gjykatë, ai doli dhe tha nëse pengohem jam unë pengesa që Kroacia të futet në Bashkimin Evropian, unë dorëzohem dhe bën një makinacion atë sikur e kapën edhe morën edhe dorëzuan, po ai në gjykatë megjithëse u dënuai, ai deklaroi po tha kam vrarë dhe do vrasë sepse mbroj kombin tim, mbroj popullin tim. Ju më quani fajtor, dhe nuk ka problem, po unë kam qenë luftë dhe unë kam bërë këto veprime sepse kam mbrojtur kombin tim dhe popullin tim. Kështu që nuk di që të bëhen këto lloj gjyqjesh dhe ne i mësuar të bëjmë politikën dhe të ndikoj politika mbi gjykatën. Unë për ne tash nuk besoj se gjykata ka nevojë për rezoluta të tilla nëse ajo është një veprim juridik i drejtë, gjykata e gjykon mbi bazën e provave dhe të fakteve. Këto veprime që bëhen qoftë nga Kosova, qoftë edhe nga Shqipëria, janë veprime politike.
nuk janë veprime juridike të cilat ndikojnë në veprimin e një personi. Këto lloj rezolutash dhe këto lloj vendime që merren apo telegrame urimi apo mbrojtje që kërkon populli për një veprim që mund të ketë bërë një person është gjë tjetër, është për një akt. Por kur vjen puna për këtë, se janë qindë sa dëshmitar kanë qenë aty dhe unë pranetesh që gjykata nuk besoj se është në atë nivelin e ulët që të mos ketë asnjë lloj prove, asnjë lloj fakti dhe të marrë dhe ta dënoj pikërisht 4 personalitete që kanë qenë edhe personalitete shtetërore, jo vetëm në ushtrisë, po edhe personalitete shtetërore të shtetit Kosovës, njerëz që kanë firmosur edhe aktin e pavarësisë të Kosovës, dhe të jetë në atë nivel gjykata sa do e ndikuar nga X rrym apo në rrym tjetër të bie në atë nivelin që këta personat i dënoj. Por në çdo lloj rasti unë prap ngul këmbë dhe them që ushtria shqiptare e Kosovës nuk është e prekur në asnjë moment çfarë do lloj vendimi të marrë ajo gjykat. Lufta e Kosovës ka qenë një luftë e drejtë, luftë e popullit të Kosovës, luftë për liri, luftë për kundër shtypjes dhe terrorit serb, të cilët ne kemi vuajtur në ndërshekuj. Kështu që nuk ka absolutisht asnjë lloj njolle, nuk mund i vej dot njoll, kushdo të dënohet. Jo ashimi e këta, po kushdo të dënohet në gjyq, jo në gjyqtar, po kudo në çdo lloj gjyqi, nuk mund të njollosi emrin e Adem Jasharit, luftën e Adem Jasharit. Apo thash parazitet apo çdo lloj komandanti që ka rënë në ato betejë, e që është përpjekur drejt për drejt me serbët në betejat me serbët, kështu që ajo luftë është luftë shlirimtare për popullin e Kosovës. Dhe më vjen keq, sinqerisht më vjen keq gjithkush mundohet ta fusin ato kanalet edhe t'i përzigjë gjërat, nuk ka nevojë t'i përzigjë, çdo njeri mban përgjegjësinë e vet personale për sa i përket veprimeve që ka bërë. Nëse do pyesësh për Shqipëri, mas 45-s, Enver Hoxha ka bërë krim kundër nesh, shtresa reakcionare, bërgjeze që na quhen reakcionare, miqtë njëra tjetër na burgosi pa gjyq, na vrau, na bëri, na preu. Dhe nëse në vitet 60 do bësh një gjyq për Enver Hoxhën, patjetër që edhe shtresa jonë do dilte dëshmonte për krimin që ka bërë Enver Hoxha. Por kjo nuk do të thotë se lufta për të shtliruar vendin është e njollosur me emrin e Enver Hoxhës. Janë dy gjëra të kundërta. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet dhe analizën tuaj këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.